është një luanesh, një këmbgulse me ndos pak crazy, por edhe vizionare. Se kur të ndërtesh një kompani nga zero, bëhet ajo pjesë e jetës, pjesë e familjes. Kështu që unë edhe me telefonin në rrjes tek flej, jashtë punës domethënë është një fjalë e madhe, por kur e gjej kohën, e shijoj jashtë mosë kohën me fëmijët, me familjen, e dua qetësinë shumë. Kam ndrru gjithmonë shumë, me pak nuk jam kanë e kënaqur kur, por që nuk është se edhe ata ëndrat e mia të mëdha janë kanë të kapshme, domethënë nuk u kanë rruga e drejtë, i ku mor da kthesa, i ku bë da kthesa. Kena pas pengesa shumë, kena pas njerëz që në kanë dashur me na nda, që na kanë sulmue, na kanë pëngue, njerëz që ju kena besu shumë, na kanë tradhtu. Unë kisha pas qef në këtë rast me tregu një pikturë që kena këtu. Është nga një artist e vlerësuar, Claudia Ruiz, që në këtë pikturë domethënë shihen krejt historia jonë, sfidat tona. Unë edhe pronarja, partnerja jeme, ajo është gjermane. Domethënë ma shumë kena pas pikpyetjet se ajo gjermane, a keme mujt me bë me shqiptare, edhe mu më kanë vetë njerëzit, a mujsh me bë me një karakter gjermane, me bë partnere. Kështu që kur ja tregojna historitë tona, tani po habitin njerëzit në kuptim pozitive. Po na fatë mirësisht jena njoftu para 14 vite. Domethënë aty e kena ndërtu një shtëpi të pleqve. Ajo veç kish pas 6 vjetë provoj menaxhimit dhe unë veç ja kisha fillu menaxhimin aty. Dhe ajo kon personi i parë që e ka pa potencialin të ona, edhe u kon realisht personi i parë që më ka ndihmu me vazhdu këtë profesion edhe me kry shkollën e menaxhimit. Masanej normale dhe të familjes edhe krejt rrethi më kanë ndihmu, por ajo ka një personi i vetmi dhe i parë që më kanë ndihmu me shku në këtë rrugtim, edhe aty na njoftu edhe ma mirë, kështu që vizionet kena pas gjithmonë të njëjta, energjinë kena pas të njëjtë, edhe kur e kena ndërtuar shtëpinë e pleqve, edhe njëherë kena kuptu se mujna me bë, mujna me ndërtu diçka të mirë bashkë. Po, me plot bindje muj me thonë që kena ndërtu diçka shumë të madhe, shumë të mirë. Muj me thonë edhe që na jena kanë para 7 viteve kompania i vetëm që i kena ofru shërbime për fëmijë. Jo vetëm për fëmijë që kanë pak nevojë, por që kanë nevojë për medicinë intenzive. Jena kanë Shpiteksi vetëm privat si GmbH që kena ofru shërbime për nënat që lindin edhe që shkojnë të shtëpia që kanë nevojë për ndihmë. Shpiteks Megahertz ka arrit me u shpërndar në Zvicër, domethënë jena në 8 kantona, që kena arrit mjaftu shumë bërë për këta vite që jena të ofru këtë shërbim, po normal si ideja, projektet zhvillohen. Na jena të prekur në familje, nga ana që motra jeme është me madhe se unë e ka pasoja e veta që ka shumë nevojë për ndihmën tonë, për shërbimet tona, me pas shnetën, me ka minjos për këta që kemi na, por na që i kemi duhet me u dhënë ata që ka nevojë për neve, edhe kjo është pjesa që edhe familjarët më kanë suportu shumë, më kanë thënë lume ti bën diçka të mirë me këtë, ti ndërton diçka të madhe me këtë, nëse e bën normalisht me pasion shumë të fortë. Edhe këtë kjo tani edhe kur shkoj te baba jam, me marr punën normal me veti, ai ka një herë më kshyrë në heshtje, e vrejse më kshyrë. Edhe nuk u kanë e kollajshme si nane 2 fëmijëve të vegjël, Milan të shtëpia, ata kapen për kame, mos shka në punë. Nuk musha me komunikua dhe me ja spjegu se pse duhet me punu kaq shumë. Edhe unë vetë, momentet e vështirat mia i kom pas që kur shkojsha tani kur udhtojsha për te klientat që qojsha, edhe unë si fëmijë sepse nuk u kanë
kollaj, por në normal momentin kur arrisha te klienti e kisha atë rolin teme, bëjsha kat emocioneve. Amo, kështu që tash fëmijët janë rrit pak, i kom marrë edhe te puna, va kom tregu punën teme, i kom po edhe ata fëmijët që kanë shumë nevojë për ne. E sot me plot krenari thonë mami shko te puna se ata kanë nevojë për ty. Mendimi jem është që gratë shqiptare kanë shumë potencial që nuk ka sfiduar, që nuk ka pa, që nuk ka zhvillua aq sa e kanë, sepse janë me një zonë të kufizume, janë me një zonë komode, kurse gjenerata sot shqyqyr janë shumë të gëzishme, e shohin potencialin, kanë besimin shumë më të madh se përpara.